Po, sot është dita ndërkombëtare e Shkopit Bardh. Kemi shumë probleme të cilat ne nuk ne ka plotësue shteti shqiptar dhe as bashkia në Shkodër. Ne kemi thënë disa herë, pusetat e Shkodrës nuk janë të rregulluara. Nga territori me lanë makinar për të thuar, i bllokojnë ata se kam të verbër që kalojnë me karrocë nga territori në territor. Kështu që kena probleme të tjera që ne kemi thënë disa herë për autobusat. Pra, ne na ulin për zhelësh në tokë edhe na i marrin paret me zort. Ne kemi bërë dhe denonësim. Si i kanë ullë me zort, i kanë gjujt edhe në grushta, e në shjelme i kanë qitë jashtë. Pra, plus kësajna, nuk ka vene për të nejtë kur në lën autobusi, pra në qendrën të cilët mos kur të bjen shi, tullet i verbrit, tullen pensionistat, edhe kemi si që ka gjithë bota. Pra janë tëna stacionet e Shkodrës, 80% të pavënume të stre. Kështu që problemet tjera që kemi me bashkin, kemi aq shumë, sa kemi kërkuar disa herë takim me kryetarin e bashkisë dhe deri më sot nuk na ka takuar. Inshallah, pas kësaj të intervistet ne takon e ne zgjidh të probleme që i kemi për ditë kaq të mëdha. Kështu që ne protestojmë edhe për pensionet të cilët ne kemi kempet shumë të vogla dhe shumë problem se në vitin 2005 dhe në 2010 nuk na kanë çuar pensionet, e vazhdojmë gjyqjet, disa shumica nuk i ka përfituar këta lek. Disa i kanë përfituar me gjyq, dikush si ka përfituar. Pra do t'i thosha shtetit shqiptar të na japin ato pare të cilat na kanë vetë bosh, qysh atëherë deri më sot. Ju faleminderit.